Kjo është fushat me një çështje shumë të madhe kombëtare thelbësore, që është takimi me historinë në 11 maj, që është mundësia historike që ne kemi, fati ynë, që janë përputhur yjet të Shqipërisë dhe të BE-s për të përmbyllur një histori të pafundme drejt shkrirjes plot me Europën, për të qenë më në fund Europë me ligje me zakon. Si që nga kjo histori kështu? Si që nga kjo histori kështu? Se më duhet mauzi këtu. Ja urdo tani. Fillojmë çik me një. Bedri Kuqa. Votoni Noc Roku për pasaportën europiane o dele. Urdhëro. Këta që ankohen me demek për gjuhën time se ju djek, se natyrisht, unë gjuhën e kam shpat, nuk e kam pelte, e kam shpat, por ama është gjuha që kam mësuar nga mësuesit e mi, dhe mësuesit e mi janë Fanoli, Fajkonica, janë ata shpatarët e mëdhenj të gjuhës shqipe. Kështu që patjetër, po unë ama në 20 e kusur vite në këtë arenë, kur si kam thënë njeriu hajdute, kriminele, mafioze, vrasëse, se këto janë akuza penale. Nuk luftohet me akuza penale në mexhelisin politik. Metafora patjetër, sarkazm sa të duash, dhe jam gati të vë bast me këtë doj, që asnjë fjalimi imi, asnjë replike ime në parlament, nuk do t'ishte e papranueshme në arkivin e parlamentit britanik, në arkivin e parlamentit francez, në arkivin e parlamentit italian. Po kur nuk e njeh historinë e oratorisë politike, kur nuk e di se ç'është debati real, kur nuk ke idenë e kufive real në debat, flet kështu. Dhe Bedriu s'ka asnjë faj. Si Bedriu flet bufi i kënetës ku Bedriu noton. Si Bedriu, madje një shkallë më lartë është Ilir Vrenozi, lideri i vërtet i asaj partie. Në Europë jemi, thot Bedriu, dhe dim që pasaportet nuk zgjidhin asnjë gjë, Gomer o Fundërina, urdhëroni. Ja, kjo është kultura e atyre që më tregojnë mua gjuhën, më tregojnë mua se si flitet, më tregojnë mua se si komunikohet. Shikojeni. Pasaporta thot nuk zgjidh asgjë. O Bedri, pasaporta zgjidh një gjë të pazgjidhur prej shekujsh. U jep shqiptarëve statusin e dinjitetit europian të barabartë me të gjithë europianët e tjerë. Dhe ai status përkthehet në shumë gjëra, o Bedri. Në shumë gjëra. Me atë pasaport je qytetar i lirë dhe i barabartë i një territori shumë më të madh se sa Shqipëria, që është gjithë territori i Bashkimit Evropian. Në të gjitha drejtimet, që nga studimet, që ty s'të interesojnë, kuptohet se ti je pa shkollë, duket ka mënyra se si flet, që nga studimet tek e drejta e punës, tek sigurimet shëndetësore, tek sigurimet shoqërore, njohja e pensioneve, transferimi automatik i tyre, e të tjera. Ajo pasaporta do t'i japi mundësi shqiptarëve që me pasaportën shqiptare në Greqi, në Itali, kudo që t'jenë, të zgjidhen në Këshillat Bashkiake, si shqiptar. Nuk ka nevojë t'jenë as grek, as italian, as francez, si shqiptar. Të zgjidhen në Këshillat Bashkiake. Të zgjidhen, po morën votën kryetar komunash e kryetar bashkish. Qytetarë që jetojnë atje, që kanë familjen atje, që punojnë atje, edhe zgjidhen. Të zgjidhen në Parlamentin Evropian. Pa pas nevojë të kenë pasaportë italiane dhe greke, ti Bedri. Dhe atë pasaport mund ta përdorin për të gjitha përveç se për një gjë. Nëse duhet të bëhen deputet apo ministra në parlamentet dhe vendeve të tjera të BE-s, duhet të jenë në shtetas normal.